është punë e veqa edhe bon shumë mire për shta jalojna, do më thonë, Unë mendoj që njëherë njëtë meshkujve ju vynë me jetu vatë edhe mu mësu me atjetesën që është me i bo punë të shpis, që është me bo edhe pjesën e ushqimit edhe që mja dit edhe vlerën nëse unë nonës tem nuk i qaj rast vjen ty, kurse ki nusën atë, mas nej që ti mu me ditë mu gjenë. Gjdo herë e kësha bo jetu vëgjvat meshkuj. Nuk i kom një mu kur im konë adoleshent ose që me thonë pak ma i ri, nëse nuk i kom një mu me bo bok ose me fshi shpin, atëherë as grus nuk e një mëj, se ma ta vërë se nonën tem se kom kërkon. A bon me shpak ti ndërlidh, ma se jom të dosh që ziso. Unë të neve zonjave dhe femnave, zakonisht janë edhe pak të padukshme, apo dine ka një farë loj perde që nuk shiven. Edhe realisht na si femna dhe si meshkuj nuk mujna me pas një vi ose një vizore, që me thonë ta shti bë një 50 o një 50, se as një herë peshore nuk ko mes qiftit, edhe si do mes të qiftet e reja, unë përshof edhe përshof që ka ndryshua ajo ideja që punët e shtëpijës, qofshin brenda shtëpis, qofshin jashta shtëpis, kanë fillu me ndryshu konceptin. Pse? Sepse edhe burri bëhet krah i gruas për me ndimu për me arrit një rezultat më të mirë në shoqënin thjesht në atë idejen familjare që ju kanë kriju mes veti, edhe besoj që ajo është kryesorja për me qenë sa më të lumtur edhe familja mu kanë sa më mirë. Okej. Pëlqej kjo që tha dhe se ta shkojmë një pyetje tjetër. Okej, mund të shmedhon një replik, ma ndaj shkojmë me pyetje. Kjo s'ka të bëj kur gjo personalisht kështu me ty, po si fenomen, ndoshta kjo që e the shumë mirë, që nëse si kemi ndimu nanës, si ndimojmë as grus, për shak dashnis që normal nanës e mas të edhe të gruja që zdo me thonë që s'du të me dohash gru nëse... është efekti që nanat kanë lasdru më shumë se sa gruja. Jo, që të doshta me dohash, jo, që të doshta me dohash, nështë ta faj është pak të nanat, faj është pak të nanat që dyqysh i ledhatojnë djemt, edhe qikat, do më thonë, prej fillimit i shtin me mësu që qika duhen me punu, djemë nuk duhen shumë me punu, edhe prej aty të fillon, kjo është tash në kulturën tonë, është adin shumë thellë, nuk... Ta dhejt me një zetë, aty fillon, ta dhejt me një zetë. Nuk shra pas qef me cilësu vetëm kulturën tonë, po më barësisht, globalisht është, ka shumë raste ndodhë, jo vetëm disa vende pak më të ngritura financiarisht me shkolle, që të më thonë kanë shkollimin më të lartë, është tjetër, por në përgjithësi globi ka gjithçka dhe ka